Parlamentit të Kosovës si dhe ekspert të në shërbim të çdo shqiptari, qytetari që do të ndryshojë shpresë e besimi për një teatme të përbashkët. Dhe çështja tjetër është për kulturën dhe çdo sipërmasi që angazhohet të ndërtojmë çdo organizatë jo qeveritare që do të ndryshojë sadopak shoqërinë e udhën e stabilizimit të tyre. Po ashtu do të hartohet në treja punës. Për ta bërë këtë ne duhet të ndryshojmë qasin. Në qeverisje dhe në interesin publik. Kur ne rrisim botën, rrisim pagën minimale dhe nxjerrim vendin nga. Nuk është vetëm sfidë e nismes se si do të ecim bashkë tutje në zhvillimin e demokracisë, në ndërtimin e shtetit të së drejtës, në zhvillimin ekonomik dhe në krijimin e mirëqenies qytetare. Sfida është për secilin subjekt politik i qytetar në Republikën e Kosovës. Kosova vetëm me nismen dhe bashkuar dhe saj mund t'i kalojë sfida që koha ja ka parashkruar popullit dhe shtetit tonë Republikës së Kosovës. Siç janë sfida ndërtimit të shtetit të së drejtës, shtetin e zhvillimit ekonomik, shtetin e drejtësisë sociale, shtetin e dijes së shëndetit, shtetin e integruar në institucionet euroatlantike, këtë duhet ta ndjej, ta e shoh, ta e prek çdo qytetar i saj, kudo që ai apo ajo jeton e punon. Dini para qytetarëve të Kosovës për të kërkuar gjën më të shajtë, besimin. Besimin i cili është gjëja më e shajtë e një njeriu. Folni me njerëz dhe tregoni se besimi juaj te nisma për Kosovën, besimi i qytetarëve te nisma për kandidatët është i shajtë. Do të ruhet ai besim, do të respektohet ai besim. Thoni qytetarëve të Kosovës se hyni do të jeni zëri i fuqishëm në mbrojtje të interesave të atyre që kanë më besuar dhe kanë më votuar juve. Thoni qytetarëve të Republikës së Kosovës se Parlamenti i Kosovës do të jetë ndryshe me nismën për Kosovën. Thoni se në kohatet e listës për nismën e Kosovës janë djemë dhe vajza, burra dhe gratë që s'ka pas aftësirë dhe mundësi. S'ka pas aftësirë dhe mundësi të shfaqin gjithë atë potencialin e tyre, intelektual, gjithë atë përvojën e tyre, eksperiencën e tyre të fituar me mundin e tyre për vitet e tëra. Dhe tani atyre ju ka ardhur mundësia. Dhe mundësia ju ka ardhur në kuadër të programit dhe filozofisë politike që po shpalos nisma për Kosovë.